Muret rrethuese të qytetit të Amantias së Poshtëm është një nga zbulimet më të rëndësishme të bërë pikërisht gjatë gërmimeve të kryera në muajin shtator në Parkun Arkeologjik të Amantias. Bëhet fjalë për një zbulim i cili daton në shekullin e 3 para erës sonë dhe që tregon pikërisht edhe infrastrukturën e qytetit të poshtëm të Amantias. Megjithatë, ky është vetëm pjesa e parë e punimeve dhe gërmimeve për zbulimin e qytetit vjetër të Amantias, ndërsa mësohet se punimet do të vijojnë pasi dyshohet që muri rrethues shtrihet në gjithë hapësirën e Parkut Arkeologjik të Amantias. Zbulohen muret e qytetit të Amantias, datojnë në shekullin e 3 para erës sonë. Gërmimet arkeologjike në qytetin antik të Amantias kanë sjellë një zbulim të rëndësishëm për historinë e rajonit. Janë zbuluar pjesë të mureve të qytetit që datojnë në shekullin e 3 para erës sonë. Ky zbulim i jashtëzakonshëm është një dëshmi e gjallë e zhvillimit urban dhe organizimit të këtij qyteti të lashtë, i cili ka luajtur një rol kyç në historinë e Ilirisë dhe më gjerë. Ekspertët e fushës pohojnë se këto mure përfaqësojnë një shembull të mirë të teknikave të ndërtimit të asaj kohe dhe japin informacione të çmuara për mbrojtjen dhe strukturën e Amantias. Ky qytet ka qenë një qendër e rëndësishme kulturore dhe ekonomike dhe zbulimi i mureve të tij ndihmon në kuptimin më të thellë të mënyrës së jetesës, sigurisë dhe organizimit shoqëror të popullsisë së atëhershme. Sipas arkeologëve, gërmimet do të vijojnë dhe do të shtrihen gradualisht në të gjithë zonën e Amantias, me qëllim që të dokumentohen dhe konservohen sa më mirë mbetjet arkeologjike. Kjo do të lejojë të dalin në dritë edhe objekte të tjera si banesa, tempuj, rrugë dhe objekte të përditshme që do të pasurojnë njohuritë mbi jetën e banorëve antik. Amantia, e cila shtrihet në jug-perëndim të Shqipërisë së sotme, konsiderohet si një nga qendrat më të rëndësishme ilire dhe më pas romake, me një histori të pasur kulturore dhe politike. Zbulimet e fundit po ndihmojnë që kjo histori të respektohet dhe të ruhet për brezat e ardhshëm, duke e bërë Amantien një pikë të rëndësishme për turizmin kulturor dhe studimet akademike.